building. Mimrama dhe mirë se vene në Barbershop me mu fisionikën të Vedugagjini. Jena orë nëntore, që është thata Rilena nëntori na morri ftoft, po DJ Enoni po besoj që na ka nëze për me buni DJ Enon, për me buni epizod shumë sek. Po, para se mja prezentu mysafirin në sëtëm, mas pare gjithë muën e kena si tradit me folë me kolegën time, Marisën. Përshëndetje. Më morë pak me thashtë të thëme, nej, se pak me s'po mire me thashtë të thëme Covid fundit. Jo, kena bo djemë të mirë. kena lion. Qa ke bo, Marisë? Qa ke bo? Kur gjeheq. Ftoft bre. Jo dhe qash, që në nevën ma ica, së është edhe bashkë. I kena nëzemësët në termokës. Nëzemësët DJ-en, musafert edhe musafert për kallin. Mas nej Marisa vetë, hot, kështë që edhe mbjamën e ki hoti. Hot, Marisa hot. Në banke kom mis hoti. Param në të menirë nuk bën hesh. Jo, shkrina. Shkrije. Nuk ndodh, nuk e pretendoj. Cake. Po shkojna pak, pe prezentojna dhe DJ-en. Gji, qështë kam? Aj mirë. Apo knaqësh? Mirë, super. Qështë po doge në studiet e Barbershopit? Super. Veç të rej suksesi. Faleminderit Gji. Që sa mirë është me muzikë? Kitë veri ku më bo 5 vjetë. 5 vjetë? Nice. Qështë po të shkon? Mirë shumë ato ecë. Veç i sholla na ecë shtë. Shësër i sholla të ecë mirë. Sa ma mirë. Priftë e mbara. Falenderit shumë. I kajt je, man? I Prishtinës. I Prishtinës, a? Bashkë po du me të vetë. A menën që jë mbo shumë DJ-a që tash? Po se cili tash të javë dhe në hi në atë punën e vetë për dishka, vëden. Okej. Në ashtë so ko talenta veç le dolin, so ma shumë, so ma mirë. Ka në ki DJ favorit? I kam një 2-3 i kam ka gjanë. Kusht pëlqen për shumë për DJ-a shqiptar? Shqiptare i vjollin, apo? Po, shqiptar. S'pë di, vëlloj, jende, ka gjatë mirë. S'pja jep kreditën, bra, po më pëlqen një nashurka ke. Okej, Apo DJ po shumë të mirë. Ta është se zbën me se po preken. Mos u prekne, ke DJ-at të mirë janë, mos t'ja unin. Unë e mas pari, pe heke që t'ja lek, se ka gja në zetë, pe lo qëtë. Edhe mysafiri që është sonte me neve, bën muzikë në zetë. Unë po du me prezentu, edhe për një me kam shumë respekt për to, është një artist nga Shqipëria, po për një me është të bo një muzikë speciale, një muzikë të veçantë edhe është shumë special si artist. Kështu që nuk pja për mene jam në veç pelojna DJ Enonin me lëshu kongën e tina dhe besoj që e dini kush është. Angelo Koci! Gji! Hajde Gji, mirë se dhe Marisa. Po ku je më rezi? Si je? Qështë kam? Mirë, vallaj. Mas pari, po desha me të përgëzu edhe për emisioni. Falënderit Të përgëzoj gjithë si staf, më ka pëlqyer shumë e kam ndjek. Falënderit Edhe jam shumë. i fan si këtij emisioni. Falënderit shumë. Sinqerisht. Mas pari falënderit që gjetë ko me orë se e di që je me angazhime. Absolutisht. Po tash ngatë autostrada u bo Kosova, tash Shqipnia. mirë, tash veç drejt rrugës, Ty autostradë. në herë s'kisha mujtë kërë me të thirë në mision se 14 orë, me deve ishtë do të morte. Qashtu. Ku je bezia, besën që soër të përlona me naj femën, a ndona, për naj kuja gjithë kong të këtina i ngëj. Bro, mas pari po m'vjen mirë,
Po dhe po nina keq. Po dëshmoni keq si. Po ama vjen mirë se po ngushëllohesh me këngët e mia, Po. Me mujtë me bu naj kohë këtu ma hedhin që ko mundësi vlona një të martu. Po tjetër që po, kam ardhe i projekt. Kam ardhe i projekt, po. Gji, e kini stil veçantë të frizurës? Bro, jam... Ma fjena të barbershopi, po folëm pak për frizurës, së zbanë. Sigurisht edhe çështja e imazhit, ti e din tashmë që duhesh me qenë edhe pak ma ndryshe nga tjetër, mos me qenë copy-paste, Qartë. Por unë kam një frizer, unë e kam pas gjithmonë vështirë pjesën e stilimit të flokëve. Gjithmonë edhe berberat kanë thonë për flokun, për rënjë që e kam. S'po muna me ti qetë, se shumë ka qurel, bro, you know? Po që e kom gjetë tash e jom për shtatë. Edhe gjej rastin me përshnet edhe Fabin. Edhe fsharat të Fabin në Tirana, Po. Fabian tashej kontën e bankës për këtë përshëndetje nga 100 euro me qatë. Se s'ka marketing free. Ja, e gore, përshëndesëm Fabin. Jo, ja ki bo reklamën, maksimum të. Gjithë, edhe që në ajo në Tiranë, gjithë s'jush ka më shku të fatë, pësëm ka shurrejla s'këm. Amo për një me e ki flok me shumë volum. Ka gjanajz, ha? Kështë që më stani se s'besej që të binë flok. Jo, bro, jo. A i kështë mjellë? Po, për këtë punë që bëjmë se jo. Nëse, po besoj se kam ma shumë. Kam edhe me i dhonë tjerëve. Për ndryshë Maris, Angela ka stilin e kona ashta ma të mirin prej artistave. Edhe i shkruva promi, thash, kalëzëm që apo vesh, thash, se të vesh u shfort. E s'do në mision tema ma kalu me stil, ma buni tha më stani në gjithë. Jo, gjithë. Ama najtë, për gëzaj, e ki një stil shumë special e ki, najtë. Shumë faleminderit. Kalëzëna Angela pak për, nashta për Kosovën, se e dina që në Shqipëri i ka gja famous, e në Kosovë tash ja ka nisë me të njoftë, kush është Angela Koci? Bro, sigurisht jam i Tiranës, jam rrit në qendër, edhe është Tirana sigurisht është qytet i zhurmshëm, po ka herët kom pas qef më marrë me muzikë, atje kam njoft njerëz që janë marrë me muzikë edhe kanë qenë periudhën më të mirë tyne, po jam munu me konë sa ma fresh, sa ma unik në atë që bëj. Edhe besoj se kjo më ka spikat edhe ke njerëzit. Po, sigurisht... Po na fin ke lindë, Angela? Prej 3 muajsh, unë kam ardhë në Tiranë, që kam nejtë, kam lindë atje, po 3 muajsh shumë i vogël. A ki pasoshën e Greqis? Jo, kur, as nuk e di si gjuhë, vallaj, sinqerisht nuk e di si. Do më thonë veç që ke lindë... Veç që kom lindë, kam marrë 3 muaj. Familja ka emigrua atje, Po, familja po, prindit e mi po, po unë, bro, jam rritë prej gjyshëve të mi. Ato më kanë rritë prej zvokli. Gjyshë dhe gjyshë? Gjyshë dhe gjyshë, po, ato më kanë rritë prej zvokli. Të nanës a të babës? Të nanës, nanës tem. Nana dhe babi, a jetojnë? Po, bro, të dy, po ndam janë. Problemet e tyne, por ama me gjyshin dhe nonën time unë jam një shumë herë më mirë, e më kanë rritë me gjithat mirat, pavarësisht mundësive, bro, jo çdo kush e ka mundësit, por që ja kam dalë, bro. Mënyrën si më kanë rritë ato, unë ja kam dalë. Dhe kam su prej tyne, kam su shumë. Edhe gjirafën e të përshëndet, se i du fort, valla. Jeton hala me gjyshën në gjyshën, no? Po, jetoj. A ke vlla apo motër? Jo, i vetëm jo. I vetëm, a do njëm i vetëm? Perfekt. Qa je në horoskop? Britësja, bro. Britësja. Nice. Kalëzëm Angela, kur është do me thonë kontaktet i parë me muzikën? Bro, ka qenë moshën 13, mos ka bëjë 13-14 vjetë, e kom pas një piano të vogël, se kom pas një shumë R&B, bro, you know, Chris Brown, Usher, shumë tjerë që kanë qenë atëherë, e ajo ma dha atë frymëzimin me u marrë me muzikë. E ma ne jam marrë me kam fitu disa kompeticione, bro. Si që tash jam munu me koni veçantë, me bo diçka ma veçantë se tjerë, po ja kam dalë, kam arrit me ja dalë, edhe kam su, e kam marrë eksperiencën e dur me qenë dikushi. Deri tash jam mirë, po njëna mirë, shu që po shojmë qa po bëjmë atë. Sa kom vështirë me dëvërtu në treg, na tashmo e dina që je stabilizu në showbiz dhe bajage e kini fanbase mirë, po kalëzëm sa kom vështirë se njeri, a ke pas për kraje, a o do shumë mund sakrificë. Mune me thonë që dhe e kom pas, po dhe se kom pas, bro. Si unë, ka dhe shumë artistë tjerë, ti për din që
kur nisesh nga zero, se unë jam nga ata që e kam nis nga zero, bro. Zero. Mundësit kanë qenë pakta, por një eksperiencë të mirë unë e kam marrë. Edhe kjo eksperiencë, kjo rrugë që unë kam bo, ka qenë disi, kam shku në për shumë studio, shumë produksione, mira, kam taku një big artist, cilët sigurisht më kanë dhonë nga eksperienca e tyre. S'mund me ndejt pa e thonë, po ka pas pengesa, ka pas dhe shfrytëzime, ka ma të ndryshmet, po kjo më ka bo ma të fort e me vizionin ma të qartë, bro, me qenë dikushi. Të më thonë si e dërzu. Po. Unë jam, tipi jem, bro, është disi, kam qef me drejtu timonin ka i herë vetë. Nuk pëlqen kur dikush m'jep një mendim që unë se pëlqeje, pëndaj me to dhe ai nuk është dakord. Nuk po mund me net me atë dhe, ama kur nina ma i lirshëm, kur jam me dikon që po m'jep vibe mirë, që po nina mirë me to edhe kur flase po m'kuptone, sigurisht që kam me punuar, kam me bashkëpunu me to. Qartë. Por që ka qenë rrugtim i gjatë, edhe ja ka vlejt, bro. A menon që e ki zhanrin e veçantë muzikës edhe? Sa u kom vështirë këtë zhanër me shti në treg? Se pedina që krejt janë të shku me një shablon, do me thonë shumica artista, do me thonë. Ti ke dalë pak prej asoj kutis që është safe box, paka shumë? është vështirë, është shumë vështirë, bro, që t'jesh unik, mas pari. T'jesh unik është shumë e vështirë, sepse po duhesh me kriju diçka që njerëz ndoshta e ngjojnë edhe për herë parë ose kanë gjuhë diku. Edhe ki frikë që s'ju pëlqen, se jo krejt njerëzit kanë qef ndryshim. Është e guximshme, ndaj e them është e vështirë, është e guximshme. Por që jam munduar gjithmonë me qenë ndryshe. Edhe ndoshta kjo është arsyeja pse spikat. Pse spikas edhe ke njerëzit. Ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit po enjoynë muzikën time, edhe e pëlqejnë. Përshtaten me to edhe. Sidomos gjinia femnore. A ki ma shumë fonca femna adjem? Edhe a ma shumë ki fonca në Kosovë në Shqipni? Për muzikën që e bëj edhe tekstet që përshkruaj, sigurisht dhe besoj se kam ma shumë vajza, por në koncertet e mia, pak e çuditshme. Ty djem ngojnë tinza se jone. Po, koncertet e mia, bro, me të vujt në shpe. Po, me kong si Madame ose fotot që e kam bë mas fundi, ka qenë e çuditshme se kom pa do t'djem që me gjithë emocionin e gjithë ndjesinë se ne djem të jetin që e kemi atë krenarin që më vene publike, mos me dhon vetëm nësë me qenë dashuru. A mu marri se kom po një after movie që ka qita Angela me një klab në Tiranë, zhag femna të shku, zhag, haver kom me bo, vish me to kom me nejt. Edhe një 2-3 show që djep ma bojnë, kënë e ki mesafir se i thash kom gjirime, Angelën, o posh, zotën, thuj me knu kongën madam, kështë që kom e lëshu vetën, edhe a më nësht pak me knu live zdo, për telefon të emën. Madam, po ku jeti madam, falë që ta theva zemrën, dashnin ta theva në hellën. Madam, po ku jeti madam, falë që ta theva zemrën, dashnin ta theva në hellën. Ja, s'kena shore pa rrishu planë. DJ Kate, ma kujtoj femën në Klaus Gjosh që kom Po. A ka naj projekt për shembull sikur bezojnë madam ose çka do që ja ke përkushtu posaçërisht dikujna, në jetën tënde personale? Po këtë pyetje. Është interesante mënyra se si unë krijoj ose mënyra se si po kompozoj. Sepse përveç se kam pas sigurisht historitë mijat, ka qenë edhe historitë miqve të mi. Po përmeni këngën e fundit, sidomos fotot, kam pas 2 këngë, Akull dhe fotot që i kam gjerë me njerë, bro, i kam lançu. Edhe kjo më ka ndodhur një histori me një shokun tim, sepse gjithmonë rria në studio, po rria dhe në kafe, edhe sa i shënda nga e dashura e tij, edhe kishte një problem, bro, veç po menonte për to, veç po menonte. Edhe kur rria në studio, kur rria në kafe, veç po nxirrte telefonin edhe ma tregonte. Që ku e majmë, thoshte. I thosha, po pse nuk shef para, pse nuk hecëm, pse nuk po shef për dikon tjetër, ti e din si janë të punë. E tha, po s'po ndjej, mo nuk e di, nuk po ndjej, thoshte me këtë feeling. Edhe veç bro kam shku në studio, në kry 3 ditëve e kam nxjerrë dhe Akull, edhe fotot që kanë qenë shumë të suksesshme, edhe këto janë bro, disi nga sukseset e mia, edhe veç e kam bo dhe titullin Akull, sepse ai nuk po nite për njëri tjetër,
E kam bo dhe fotot, sepse ai po i mante fotot në telefon. Edhe kjo më ka frymëzu dhe me kriju, dhe kështu kam nxjerrë dhe krijimet e mia. Po, do kam jetë përqindja ati shokit vetë. Unë nuk t'i kam dhe ty ndarjet e mija se i bën kongë Po, palaj, po. 50% t'i kam Mullet me kongë, mullet me kongë. Madami sigurisht që ka qenë një nga historitë e mia të dashurisë, po sigurisht që jam frymëzu edhe të histori tjera, se si tematika tilla kemi, nuk mundesh me thonë që s'kemi, por që sigurisht është një pjesë e jetës time. A madam, kër e boni kriketi remix, e ka marrë një farë super shpërthimi. Pa tjetër, bro, ka qenë support i madh. Qysh u ardhë deri te kjo? Kur është kriju madam, startin më të mirë, suksesin më të mirë, kongët mia e kam pas tek konga madam, kur unë e kam nisë. Edhe rastisht Muma, një shoku im i ngushtë, është artisti i njohur tashmë, më ka prezantu me kriketin, edhe kriket, edhe unë kemi pas të dy dëshirën e madhe me që këtë këngë, sepse da i e pëlqente shumë, me e bo bashkëpunim. Dhe me njëherë kam pranu, bro, sepse kriketi mundesh me e thonë lirshëm që është një nga producenta më të mirë që ne kena. Definitivisht, po. Është të veçantë kriketi. Veç ka dalë projekti, edhe është pëlqy edhe mas shumë ti. Amo të Angelo është hap mas shumë. Ti kënan shumë ma ti, me sa e di unë, ke marrë pjesë me këngë magjike. Po, bro, veç jam unu mos mu bo bajat. Mos mu bo bajat. Mos mu bo bajat, sepse është problem, ti e din, kur ti po ndjek njëjtin vibe, ose të njëjtin duesh me ditë se edhe çka me nxjerr, çka me publiku, nuk mundesh me u bo dakord shumë aktiv, po selekto projektet. Edhe kjo më ka bo me gjithmonë me u zjate, mos me i mërzit njerëz. Apo të pengëm pak që kjo që pak u prish tregu dhe për shembull bashkë falim të ardhë në verat e kalume e ke qitë një kongë dhe ketë dherën me qatë kongë ke shku në për koncerte. Tash po i shojmë artista dhe 5-6 kongë mrena 2 muje në verë të i qitë. Edhe qysh po e shetë këto me sytë të të? Ajo që ka po mbret mas shumë ti bro si artist është se të mundesh me pa biznes, muzikën, mundesh me pa biznes, por tu është bo ekstrem. Edhe si në Shqipëri edhe në Kosovë, se na jena një tash. U konë që ndër trektore, muzika më do këtë u bo pazarës. Pa tjetër që po. Ama bro, si kjo verë që kaloj ka qenë ekstrem shumë. Nuk prisja bro, dhe besom që as artistët e tjerë, as artistët që kanë kriju vetë, nuk e kanë ditë që kanë ndalë ka shumë kongë. Edhe ka qenë ekstrem. Po e po na për shembull kongën me Majkin që e bone. Po. Qysh erdhi deri te ideja, deri te... Ka qenë një shans si joni, edhe për këtë pavarësisht këngës që ka qenë shumë e bukur, shumë e pëlqyeshme, po e ka pas një diçka unike aty brenda. E ka pas një diçka, kena munu me sjell diçka ndryshe nga tjerët, se shumë artistë me sa po ngjojnë, kishin bo disi edhe për klub, edhe po mendonim si me sjell diçka ndryshe. Sepse verës sigurisht që kanë dalë shumë kongë dhe ti duhesh me qenë different, ndryshe nga tjerët. Po që me Majkin ja arritëm qëllimit, unë e kam knu në për koncertet e mia shumë herë dhe beson bro që më ka dhonë një vibe shumë mirë, edhe njerëz ja kom rrit atmosferën, me kërcye me bo. Supportin e ka pas të madh, nuk mund të them që se ka pas, por që pjesa e supportit për artistëve, bro, s'muj me ne pa e thonë që ka mungu. Ka mungu? Ka mungu. A menon që kjo është xhelozi? Ma shumë, nuk e di bro, po a menon që po friksohen pej talentit tën edhe pej aftësive tua muzikalisht? Si unë ka shumë talenta bro dhe për këtë po më vjen keq. Sepse dikush ti nuk mundesh t'ja mohosh atij artisti që po del dhe po pëlqejet nga publiku, nuk mund t'ja mohosh këtë sen. Pse mos me suportu? Më ka ndodhur me shumë artistë tjerë që i kam dhe nga Kosova, nuk mundem me trejt as nga Kosova edhe nga Shqipëria. Angelo, a mundesh me ma suportu këtë këngë e kam nxjerr, ti e din, artistë të ri që po duan me dalë. Edhe veç e kam bot timën, bro. E kam postu, nuk është as i sen. Unë menoj që kur dikush është talent, nuk ka kusht nalë, apo den? Po. Unë e di shumë këm shembuj në Kosovë, shokë tonë, që për një me kanë pas shumë vështirësi dhe sa kanë mritë të suksesi. A mo herë do kur do ka me ardhme, apo den se që thojnë ato që ta e pajnal këj pursë në ta merë. Zoti i shef gjithçka. Nëse ti e ke dhuntin, e ke talentin që ai ta ka dhonë, nuk t'len pa diçka. Nuk t'len. Si që thash, unë e kam njësë për zeros, dhe besom, deri tani unë e kam nga vetë timonin, askush tjetër,
Edhe për këtë falenderoj Zotin e madh, familjen time dhe mas parë dhe vetin. A të ka ndodhur për shembull gjatë rrugës tonë në këtë industri të muzikës me uni që me hek dorë prej presionit, prej mos suportit, prej angazhimeve të mëdha, muni që me hek dorë. Nuk është zgjidhje, besom që nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje sepse s'po duhesh me dorëzu kur ti do diçka. Kur e do diçka më shumë ti kur mos e dorëzo. Me u dorëzu për mua është dështim. Dështim për veten, tate mas pari e pastaj për atë çka ti po. Po edhe për njerëz të tjerë që dojnë nuk bën më dorëzu. Po, për ata që besojnë në ty, për ata duhet me luftu kanë. Ashtu është bro. Mellin konga ja ke nisë me këtë referat e Kosovës, a është keq apo dën pak a shumë me hin treg kosovar. Se është pa kjo edhe këngëtarët e Kosovës bojnë bashkëpunime me ata të Shqipërisë. Patjetër që po. Siç thash, ne jemi mas pari qyshar deri te bashkëpunimi. Po du, mas pari me i falenderu edhe 2 bashkëpunëtorë që unë i kam nga Kosova, që është 3 mas shumë, që është Kriket, Mike edhe Elinet. Deri tash që i kam. Edhe mund ki kote. Patjetër ti e një nga suportuesi më të mëdhenj të mi. Gjithë. Se bro, Makedon gjithë një respektin, se ne jemi taku shumë pak, po kemi fol, edhe Makedon respektin mënyra se si ke respektu, unë e kom vlerësu. Gjithë bro. Edhe mas pari vlerësoj edhe ftesën që ma ke bo. Sepse për mua është support, sa do është support. Por që me Elinetin unë e kom vlerësu si artist, ashtu që kam vlerësu dhe Majkon dhe Kriketin, edhe ai e ka pas dëshirë me bashkëpunu, unë 2 fish e kam pas dëshirë me bashkëpunu me Elinetin. Jemi mundu me i bo 2 projektet tona, edhe që kemi mi lansu, po tash e kemi një projekt, shumë shpejt. Po, ideja është që me Elinetin jam mundu të bëj diçka me të vërtet artistike, sepse i vlen ta bësh me to. Për mua është artist. Definitivisht. Elineti është një ndër artistat më të mëdhenj që na kemi. Unë e vlerësoj shumë. Shumë. Edhe që shtu ka linë edhe bashkëpunimi. Nëpërmjet studios, unë kam nejtë dhe Kriketi, edhe aty jena njoft, e kena shku në dy edhe kontaktet, edhe me të folme janë prezentu, e pse jo, edhe një kongë, u deshte. Nice, shumë. Me qëra fjallat të reperat e Kosovës, të bashkëpunimet e Kosovës, ti i ceke 3. Po. A kështë bo kongë me reperat tjerë? Me cilin do nga reperat kosovar do kisha bo kongë. Nëse është një material i mirë, nëse është një kongë e mirë, nëse mu po mirë vibe mirë, nëse bën punë, Po. për tregun që ne jemi, pse jo. S'mune nuk mund me thonë që s'mund kisha bashkëpunu. E për femnat të Kosovës me cilin kështë bo kongë? Edhe jam selektiv, por që i vlerësoj mas pari, bro, se ka talenta. Ka, normal, dhe Shqipëria asë njerë po i ka talenta, dhe Kosova dhe Shqipëria. Shqipëria ka Elvanën që menaj që patjetër që po që janë artiste, bro, që janë artista. Pa dëshim që do kisha bo edhe me femna dhe i kisha bo. Na një kështu që të pëlqen pak më shumë? Po pak më shumë stilin tim është Elvana, stilin tim është Dafina Zeshiri, stilin tim është dhe Gjensila, pse jo, unë i kisha bo dhe bashkëpunime. E ki pak stilin French, Spanish, a i influencu pak nga dhe nga tregu ndërkombëtare? Sigurisht që po, që jam influencu, sigurisht që jam frymëzu me po diçka, por mbase edhe kjo më ka bo dhe ma të veçantë. është e guximshme, siç e tham, është shumë e guximshme që ti të marrësh një frymë të re ta sjellësh për tregun ton, por që ka rezultuar suksesshme bë. Ka rezultuar suksesshme. Nice. A është Angelo në menaxhem të dikujt? Apo zog i lirë? Zog i lirë, është më vetë ako femë. Po, dërkrejt, ka dal. Unë jam mësu që me vetë menaxhu veten time, sepse nuk kam gjetë personin e duhur që me menaxhu ose me më drejtu diçka, po që me një person që unë po merr na vesh, dhe një person që ja din asaj pune, sigurisht që unë do punoj dhe do bashkëpunoj me ta. Do të thonë për momentin nuk je. Për momentin jo, për momentin jo. Ai produson vetë këngët Angelo? Po thuj se gjithë këngët e mia, bro, janë produksione, janë kompozimet mia. Po sigurisht që ka pas mikse, aranxhimin mund ta kesh bërë producent tjetër, Beatin dikush tjetër, por që startin
e kam një gjithmonë vetë. A e din që kam ka bush për shtypje, shumë beatmakera, për i thojnë vetës producers. Kjo është gabim, se që fëzë te ke bu një beat, je beatmaker. Këtu po ajo është ngatrohen. krejt një sen tjetër. Këtu po ngatrohen senet, bro, sepse gjithmonë, problemi jonë është që s'po duhet me mbi vlerësu vetën. Ne kemi të që, po themi producer, po na duket vetja ma i madhe, diçka e tillë, po edhe beatmaker është punë. Edhe beatmaker është diçka që na nuk jena të e mohu. Ky është problemi që ndodh këtu, vlerësimi që s'duhet me caktu veten se funja mas pari s'po di me shpjegu, me i bë dallimin. Exactly, çfarë. Por që është problem, është gabim. Po. Është gabim. Angelo, o knaqe muhabet. Shumë faleminderit. Ja, alo su kry, ka dole, të më nëshme na falenderu, po s'disa ka përcel emisionin, po na i kena tash një 3 loj, ren, kena mi bu. E kom pa. Loja parë është DJ Eman. Me DJ. Mas pari po du me të vetë sa ngën Angelën, ngën, mos në raj. Jo, konkret, ja kom për cilë këgja shumë. Mos më rej se jam të të pa. Oh, bro, veç mos ma bën me ide me kom. Madame edhe me moj. Okej, mashëri, madame dhe Qato mashëri. madame s'besej që ka shumë diskoteke, garan me femën, në ngërmi. Marë romantik. Bro, veç mos ma bëj me ide me kom, në kom sa më të leta. Do me thonë zi, kena milëshu 5 bita, një mas një, që fësë se qëllën, e ki ka një pyetje për çdo këngë që se qëllën. Një pyetje nga unë, një nga Marisa. Unë i kam atleta, kjo është pa makatele. Okej. E ju po më ndihmoni. Hajde gjilë shumë të porën. A me fillu? Po, në qëmë. 50 cent. Me që pas për logaritë. Qërë e stopët a pranujnë, a veç bune e kemë shu edhe një stikongët letë, kena me të vrau. Okej, një zero për 50 cent, Angelo. 50 cent. Se të na the house always wins, po po mdo këtë bal, një do të me ndru, po... Hajde lë shumë atë dytën. Okej, jo të me e gjuga pa. Nare? A bedem? Jo, bro. S'medem? Jo, s'po më vjen, nuk po më vjen. Maris, Po punona. ladies first. Okej. A të kanë do dherë me të traftu dikën, ose a ke qeni traftuar? Pyetje kjo. Pyetje. Me trahtu dikon, çdo kush mundet me bo gabime, dhe nga gabimet mësojmë, sigurisht, është fjalë e thonë me moti. Nuk du me rejt, du me tregu sa me i drejt, më ka ndodh, po kam su shumë prej saj. Se edhe kjo më ka ndihmu shumë me marrë dhe një eksperiencë dur, për me pas një lidhje dhe për me qenë me dika, me bashkjetu ose me diçka, kjo më ka ndihmu shumë. E ty, a ke qenë ti traftuar e najherë? Po për qato për vetë? Jo, për veti folje. Jo, për veti, dakord, po nuk besoj të jemi trahtuar. Nuk besoj sepse edhe atë që e kom zgjedh njët me konë me to, unë jam shumë selektiv, besom shumë ekstrem selektiv. Edhe ne jam shumë i sigurt për atë çfarë po marr. Ej, stop e di. Mahmut Ferrati. O, edhe çantën e si bit. Jo, bro, s'e gjej. E uma. Unë e qëto spiti. Okej. E dy të fundit. Tiger, Tiger. E, më rezi, rani janë tash. Ajt na bëj mirë me si So është poga e porë që e ke marrë për një koncert, do me thonë, hera porë që ke marrë porë, so jenë kuna. Bro, kjo është... Jam tip shumë kërkus, bro. Jam tip që e kam atë egon. Okej, s'ki që me shku lirë. Po, edhe kjo është. Po që mune me e thonë lirë që më ka qenë 1.000 euro. Okej, start Që e jam lirë. marrë pjesë, po, start. Gjithë, e kam pas gjithmonë siklet, bro. Kur dikush, edhe pse s'po e kuptojsha, A ke pas bukën që e që hekta? kisha vlerën. Edhe një? A ka qenë me ushim a pa ushim? Na Jo, kena me ushim. Na, e shumë. Hajde gji. Hey! Tupac!
To e din edhe qeni bimbimës. Është legjend. Që na e të borës, kem të bimbima, me najtë shara të bimbima. Edhe dikush po lin tash e din. Po është. Është legjend. Hajde të fundit. Edhe që kjo është shumë e lehtë. Shptova këtë radha. Po të ndroje. Edhe që Kjo Veç shumë e ti ke lehtë. ndorë tash, kështu që. A, bro, me hile. Duke se s'pe dite. Prit. Rihanna. A e gjeta ajo? Po, e gjeta. Shptova. i kena posë dhe pyet me 2 pyetje për shtaj. Apo na lën një pi shtëpisë me ta bërë. Patjetër. Hajde Maris, bëni një pi shtëpisë. Cili është dënimi më i madh që e ke marrë prej policisë? Dënimi më i madh që e kam marrë prej policisë, vesh një gjob. Asnjë gjë tjetër. Nuk kam pas Djali mirë. Kurs, po, Kurs kurs ke kam pas, jo, kurs kam pas probleme të tilla. Gjithmonë jam munu me shmang problemeve, bro, edhe pse kam pas miq, kam pas, nuk mundem me thonë që s'kam pas problematik, po, edhe që janë marrë me muzike të tilla, po gjithmonë e kam gjetë mënyrën si me nejtë larg. Gji, 2 pyetje ju përgjigje, një 3 kongë dite, e noni ko faj, se ti gilshua se... Bëni më atleta, e korruptova, bro. E ke korruptua, Po, rreshët bashkë para se mi anile. Okej, tash e kena lojën tjetër, Maris, a pja spjegon? Po. Angelos? Ideja e kësaj loje ka të bëjë me 5 fotografi, ku na zakonisht e bojna 5 fotografi një mas një, kësaj here ta kena ndryshu lojën për ty, kemi bo 5 fotografi për një herë. Jo mërë me hile ta kena bo. Loja ka emrin që t'ja votën, që i bjen krejt fotografive, këm ja u vendos ka një vot prej 1 deri në 5. Okej. Ma në ty të bjen mi pa 5 atë për një herë, si bjen mua në ku, që s'pe den që apo vjen mas cilës. Po. Vazhdojmë. Dakor. Do me thonë, E ti kena vështirë, po vgen 5 vazhdojmë. foto, që po besoj që kime pas ka gja fështirë. Kështu që kime au jap votën prej numrit 5 dhe 1 dhe kime ka uzu pse. E kuptoj, okej, dakor. Ledjo! Të lutem. Të lutëm. Na u ka bo që Okej, regjia. Opa! është A me din gosh. kush janë ajo? Dy po i vej re, po E tret para, veç se i kam pak larg edhe. e para është Morena Tarako. Po, e vune. Okej. Çfarë voti ja jep? Jo, kaldeja njerë, Krejt njera? kaldeja cilat janë. Okej, Morena, Durata Dora, Elvana Gjata, Loredana dhe Dafina Zeqire. Amo jo si këngëtare votën, komplet. Do me thonë si femna, si këngëtare. Okej. Muna me ja dhonë pa dyshim Elvana Gjatës, 5, a? 5, po. Veç që është e Shqipnish. Arsyet kam i dhonë edhe arsye. Bro, nëse do kisha mundësin, pa tjetër që edhe Dafinës, pa tjetër që edhe Dafinës, sepse E pse për mu, Elvanës bro, 5? mendoj për shkak të viteve në karrierë, bro. Që ka, besoj, mas shumë ti, po e thash edhe e ceka që qofse do kisha mundësi me i votu të dyja, sepse të dyja e kanë këtë lloj eksperiencë, të dyja janë artiste, të dyja janë tash ikona si Shqipnis, se kur them Shqipni, po fusë edhe Kosovën, se një jemi, edhe po më pëlqejnë të dyja, ndaj të jepja të dyja 5, bro. Okej, do me thonë Elvana 5, Dafina për bjen Dafina. 4, a? Po e lejmë 4, po me shpirt 5. Me shpirt 5. 5, po. Ku ne jep notën 3, notën... E tjerë, pra po mi cek Morena, Morena, Tre. Durata Dora edhe Loredana. Loredana. Durata. Durata 3. Durata është edhe si femër, është talent, është imazh, më pëlqen. Nice. Është personazh simpatik. 2 votat e fundit. 2 dhe 1. Morenës, pe. Dyshën, a? Po. Morenës. Mune me e cek që edhe pse nuk njiheshin personalisht me Morenën, më ka suportu në një farë mënyre, se i ka postu do video që kam pas këngën Madam, edhe vlerësoj. E qysh këtë ka suportu të dësh, bale? Jo vallaj, edhe më pëlqen si femër, më pëlqen edhe mënyra që shpo në rrjetet sociale që shpo shfaqet, mënyra e karakterit që ka. Pa na trana në kapak, ish nejsh. Do me thonë 2 Morena, nesh Loredanës, a? Po. E pse nesh Loredanës? As të pëlqen? Se këngëtare? Jo bro, veç nga
çështja më shumë po e marr, po e lidh dhe po e ngatroj disi me konfidencë ose afrimiteti, se nuk kam pas kontakt, po sigurisht e vlerësoj si artiste, është një nga reperat më të mirë femna, por që me qenë se Morena këtu tregova pak më shumë, me qenë se Morena më ka suportu me një fa mënyrë si që thash, edhe prandaj. Po edhe e pëlqej. Hajt tash kallëzoj dostit, le Marisën, cilën peqëtën në të pestave kështë bu femën, vlo. E kisha pa femën. Që e shë vetën me ta dorë për dorë në për Tiranë. E kam pas gjithmonë, nuk do t'i shmangën pyetjes, bro, po këmë të regu i sinqert, e kam pas gjithmonë problem me pas në krah një femër artiste, këngëtare. Okej. E kam pas gjithmonë problem, sepse... Menon që së për shtatën? Po, sepse duke ditë në meshkujt jena pak gjeloza. Edhe unë jom pak natyrë gjeloze, edhe se besoj se e shoh veten. A më tash llogarit se shtos janë këngëtare, janë vish femna, kanë i kështë e posë femna. Prap ndole, okej. O dashën me nu, bro, se e vështirë Vetëm ja uqit për shembull votën vetë si femra, jo si artiste, prej 1 deri në 5. Ja, veç kanë i kështë posë femën, kanë i kështë e bu femën. Okej ta, bro. Krejtë, janë njënën, se lejtë. Ja, s'munem, bro, vallaj. Kallëzaj dostit njënën. Mos ma bon më në Kallëzaj vështirë, mërë se si djetë, mos penin. Jo, vallaj, jo. Për një me? Jo, vallaj. Nuk kam me të kjo pjesë. Kallëzaj me? Jo, bro, se Me kamerë, me mikrofon njëtë. Thash mos me hamburë, bro, Angelo, bro. Por që i vlerësoj. Mirë e mojtë. As një sem personal, as një, asho, i vlerësoj kejta që jenë. Sepse nuk kam pas në jerë as urrejtje, ose as diçka t'til me personazhet, paktën në tregun e muzikës, ose... Kështë të kallëzu diçka birë, për s'po kallëzaj. Kallëzoje, i lirëshëm. S'po kallëzaj. Okej, Angelo, faleminderit shumë. Jo, vallaj, me kallëzoj. Ja vlaf piket popullet edhe juve. Faleminderit shumë që ke, po na halon nuk po të lojna me shku. Jena me një pauzë shkurtë, po kthej me lojën e basketit e këshyre ma përmujna me ti Angelo. Okej, jena këthy me pjesën e fundit të emisionit Barbershop. Pedin edhe vetë është pjesa jepe ose pije, të këshyre ma mujna Angelën me pijave. Do me thonë gji, loja është në te kena mu shty. Kena 5 gjujtje, një të njën. Qatë moment që e huq, të pret shoci atë, të DJ-i. Okej. E sigur që ko mu pi? A të pëlqen basketi? Pa tjetër që më pëlqen, unë vetë jam fan si futbollit. Në ka thonë që e kona futbolist? Po, kam qenë sportist, bro, kam lujt 10 vite, kam qenë mes fushor organizator, por që gjithmonë ka pëlqyer sporti. Edhe basketbolli është një ndër to. Për shumë sene, bro. Mënyra e regjimit e diçka e tillë. Mënyra e regjimit më ka bëu edhe më tërheq, sepse s'po shkosha më stërvitje, kam qenë shumë i stres, kisha që e veç medalje me lviz, edhe kjo më ka bëu me... Kjo sindromi i ketë shqiptarëve, që të njek femna e lojnë sportin. Veqëm kom mujtë me bo dy. Veç kom qeni vogël. Hajde, gjivë shkojna. A prej këtu, a? Prej gjujtës lirë. Okej. Ja, po fillojnë. Ej! Iku. Angelo, s'kena për ju. Marisa e ka mushk, kështë që... Për të mirë e gëzimi. Hajde për të mirë. Thëmë një. By the way, majta koke, a? Okej. Koke me të majtën kështu. Po, majtash. Thojnë që njerëzit e majtë janë inteligent, edhe Barack Obama është majtak. Jo. Mos po dënë me kandidu për president. Privilegj, bro. Privilegj, bro. Si Kanye West në 2024. E tash e kam radhën unë ati? Tash unë e kam radhën. Okej. Opa! E të sjevi. Sa të ma dorë thesh për ju kalzej. Marise, nuk o kam pat këj motër. Ma pak këtë dorë me gjithë. Okej. Do më nona me e bo. Hajde. Shumë gati e konë. Bloz jam bre në basketbol. Do me thonë shikus të dorës, s'kene nevoj me dollë në për diskoteka, vini në emision të na, pi ovni, pa pore. Ku pi avnin? Edhe pak ja nisi me këty. Ajde bre. Të merë.
O, gjia, bravo. E treta e vërteta. O, zot. Jeti. 1-0 për Angelën. Bro. Kuku patrona, kuku. Jo. Gji, vazhdo. Ku jena sonë të Angelo, ma se vish janë se me veç pi. në klub, bro. Nuk bërë ku jena në shpej, ja, me zharde. Ej, një jena të më dhëmë. Ej, sytë mëre po më pëllësasin. Apa. Opa. Po e humi. Se kem të bo dëm, Hajtë zuar, bro. hajde më rekzuar. Na rroth Shqipëria. Gji, Ej, i mirë e shumë gonë. faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën, mas parit edhe ju uroj veç sukses. Faleminderit shumë. Hajde na bashkë këthirëm edhe Marisën edhe për mshelë me misionin bashkë. A ki diçka për të thënë me thonë? Veç desha me thonë që me cekt për projektet e mija, që do vinë shumë shpejt. Sa këtë vit besoj kam qenë shumë aktiv, me shumë bashkëpunime, edhe e sigur që s'kom me i mungu njerëzve, fansave dhe ata që admirojnë muzikën time. Nice. Një ndër thonësat të të jam edhe unë. Shumë Sidomos faleminderit kur e jam vlerësoj. single. E vlerësoj, bro. Okej, faleminderit shumë për juve atje që për na shikoni, e po atë edhe vetë Angelo ka sot mësafer, edhe Marisa, DJ Enoni, edhe Pejmeje Fisionikut. Ju falenderoj shumë që këtë sonte me neve. Po ashtu mos harroni që emisionin Barbershop tani me mund ta gjeni edhe në Spotify nën emrin Barbershop, kështu që nëse ndonjëherë nuk mundi me pa në YouTube, jeni duke vozit rrugës për dikën, mundi edhe në Spotify me dëgju. Kështu që njerë falenderit shumë, shihemi javën tjetër.